Një gjykatë amerikane në New Mexico urdhëroi kompaninë amerikane Meta të paguajë $567 milion për dështimin e saj për të paralajmëruar publikun rreth rreziqeve që platformat e saj paraqesin për fëmijët, duke shënuar gjobën më të madhe kundër kompanisë për sigurinë e fëmijëve. Gjyqtari Brian Bitschheit tha se giganti i mediave sociale është një shqetësim publik i ngjashëm me ndotjen e ajrit dhe se duhet i vendos parat në një fond që synon të zvogëlojë dëmet në të ardhmen. Gjyqtari Bitschheit e krahasoi kompaninë Meta me një fabrikë me reklamat dhe përmbajtjen si produkt të saj dhe dëmin psikologjik dhe shfrytëzimin seksual të fëmijëve si ndotjen që duhet të paksohet. Një zëdhënës si Meta, kompania e cila zotron dhe operon Instagram, Facebook, WhatsApp dhe Threads, tha të njëjtën se ne nuk pajtohemi me vendimin dhe do të apelojmë atë. Ne punojmë shumë për t'i mbajtur njerëzit të sigurt në platformat tona dhe kemi qenë transparent në lidhje me sfidat e identifikimit dhe heqjes së aktorëve të këqinj dhe përmbajtjes së dëmshme, theksuan zëdhënësit e Meta. Kompania amerikane aktualisht po përballet me mira padi në SBA për çështje të ngjashme, përveç vendimeve në New Mexico. Meta më parë këtë vit humbi një çështje historike në Los Angeles, e cila zbuloi se mund të mbajë përgjegjëse për ndërtimin e platformave që krijojnë varësi.